që nderon dijen nuk ka asnjëherë asnjë arsye që të friksohet nga e ardhmja. Është detyrë ta bëjmë këtë universitet më të lartë nga ajo. Këtë fund shtator ne kemi bë një lloj riaktivizimi të shoqatës alumni, apo më mirë me thonë të shoqatës të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës. Shkëlqësia e saj, presidentja Vjosa Osmane Sadriu, se dhe shkëlqësia e tij kryeministri Albin Kurti ishin të ftuar më 1 tetor që të marrin pjesë në një aheng që organizuam në oborrin e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Që të dy rastisën të mos ndodhen në vend, ishin në detyrë jashtë vendit dhe më gëzon fakti shumë që brenda një jave kanë gjetë kohën edhe e janë ardhur në Universitetin e Prishtinës, e kjo do të thotë shumë për mua dhe për gjithë ne, sepse unë e kuptoj këtë si një sinjal se sa është i rëndësishëm ky universitet për liderët udhëheqës e shtetit tonë që brenda jave edhe për shkak punëve të shumë ta gjejnë kohën edhe sa herë i thrasin, shprehin nga dëshmëri me qenë pjesë e shtëpisë tonë të përbashkët Universitetit të Prishtinës, ku që të dy personalitetet që shoqata alumni e studentëve të Universitetit të Prishtinës do t'i nderojnë sot me titullin alumni nderi apo të diplomuarit e Universitetit të Prishtinës. Kam nderin e veçantë që në emër të Universitetit të Prishtinës, respektivisht shoqatës të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës, të ju dorëzoj çmimin alumni i nderit i Universitetit të Prishtinës dhe ftoj Presidenten e Republikës, shkëlqësinë e saj, zonjën Vjosa Osmane Sadriu, për talën skenë. Dija është pasuria më e madhe që mund t'i japim Kosovës. Ajo është valuta më e qëndrueshme në çdo kohë dhe bileta jonë më e sigurt drejt konkurrencës së ndershme, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë kudo tjetër në botë. Universiteti ynë, profesorët tanë dhe studentët tanë janë pikërisht shtylla më e fuqishme e këtij procesi. Duke dëshmuar se Kosova nuk është pjesë e Evropës vetëm gjeografikisht, por edhe intelektualisht dhe me vlerat të cilat ajo i mbron çdo ditë e që janë edhe vetë themel i shtetit tonë. Sepse një këmbë që nderon dijen nuk ka asnjëherë asnjë arsye që të friksohet nga e ardhmja. E tani kam kënaqësinë të ftoj sërish në skenë rektorin e Universitetit të Prishtinës, për të apritur dhe nderuar shkëlqësinë e tij, kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Albin Kurti, një tjetër personalitet që ka rrugtuar nga bankat e këtij universiteti drejt majave të leadershipit publik e politik, dhe të cilin ne ftojmë skenë për të pranuar çmimin alumni nderi i Universitetit të Prishtinës. Që nga themelimi i universitetit nuk ka ngjarje që të mos e ketë zanafillën e vet apo në përmbajtjen e vet emrin e studentit. Universiteti u themelua për të pasur kuadra profesionale dhe bartës të guximit. Ai shërbeu si mënyra më e lartë e protestës ndaj okupimit të shërbimit, duke treguar se dia kur bëhet ndërgjegje është gjithmonë akt lirie. Universiteti e ndan historinë tonë në 2 kohë, Prishtina para dhe pas universitetit saj. Dhe po kështu fati i Kosovës është i pandarë nga fati i Universitetit Prishtinës. Është detyrë ta bëjmë këtë universitet më të lartë nga ajo.